Në mundtatit e të birit e të shpirtit shenjt. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës që jemi këtu në kishën kushtuar pikërisht Zojës Bekume, jemi në përfundim të muajit maj kushtuar nanës sonë qiellore dhe e falenderojmë për këtë muaj të bukur, pikërisht që ja kemi kushtuar saj me lule, që është një shprehje e zemrës sonë që dëshiron me lulëzue. Jemi gjithashtu edhe në vigjilin e Trinisë Shenjte që e kremtojmë në këto ditë, gjithsesi nesër, e ku dëshirojmë gjithashtu mi përcjell me lutje dhe ata që kanë me marë edhe kungimin e parë ose me vonë krezmimin. Ja paraqesim Zotit gjitha njetet tona. Unë dëshiroj këtë mesh mja kushtu Zotit për secilin prej jush, në shenjë falenderimi që mbështesni Radio Marinë e Kosovës. Dëshiroj me falenderu edhe Don Marianin, misionarin tuaj, Marian Demajn, në misionin katolik shqiptar në Sirnah, për kontributin që jep edhe me misione edhe me mbështetje në Radio Marinë e Kosovës, por edhe për secilin prej jush, e ju falenderoj edhe për lutjet tuaja që po na mundsoni që ky zaj shpresës me depërtue në familje tona, jo vetëm Kosovë, por ja dhe këtu në Mërgat, në diasporë. Në fillim kësaj meshe, të hapim zemrën. Zemra është qendra e jetës sonë, aty e gjenë paqen. Pse sot njerëzit kanë një ndjenjë që nuk ka kuptim jeta, pikërisht për shkak se ndoshta kanë harru zemrën, sepse nëse e kushtojmë jetën shumë mendjes, atëre vinë lloj-lloj mendimesh, lloj-lloj lajmesh e kështu me radhë, por me rëndësi është që në këto momente të hapim zemrën, i kërkojmë Zotit falje nëse na pa ditë ndërgjegja për ndonjë lëshim apo gabim, se ndoshta ndonjë raport është ftohtë, është prish, kjo është arsye ndoshta pse ndihem i mërzitur, por fuqia e madhe e Zot na mundson që me u shërue e me përjetue gëzimin e vërtet zbashku me hirin e Zotit. Pra, pendohem me zemër, pojër fehem, hyrë të gjithë të shnetshëm, Dhe ju lavë se kam katë në apshash, me mendime, me gjarë, me vepra dhe me njëftime, për fajin tim, për më të madhen fajin tim, pra ndaj po i porositëm, që më mes Mari, që të mërë virgjën, të gjitha e tyve, shajtëve, dhe ju lavë dhe se motra, që ti luteni për madhë Zotit pyutor. Hyj gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne na i falë në katët tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. O Zot ki mëshirë, O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë. o Zot ki mëshirë, Lavdi hyjët në lartësitë qiellore, e paqësisë, unë dhe të mirë bitu, ne po të lëtojmë, po të pekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë, për lavdin vendet e pakufit, Zot të i mbret qiellor, hy ati gjithë përshtetshëm, Zot birë i një lindur, Jezus Krisht, Zot hy që në hyrët,
Biriatit, ti që shtyr mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, ti që shtyr mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë, ti që rrinit e gjatën e atit, ki mëshirë për ne, sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti që e larti, o Jezu Krisht, se bashku me Shpirtin Shenjt, në lartin e hyota. Amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm e jamshushëm, ti e frymëzove Shën Marin Virgjër, ndërkohë që e mbarte në kraharor birin tënd ta vizitonte Elizabetën. Bëj që duke dëgjuar frymëzimet e Shpirtit Shenjt, të mund të madhrojmë gjithmonë bashkë me tënd. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lecim për librit të Sofonis profet. Këndo hareshëm bia e Sionit, thuaja gëzushëm këngës o Izrael. Gëzo e galto me gjithë zemër, ti bia e Jeruzalemit. E tërhoq Zoti dënimin tënd, i shpërndau larg armiqtë e tu. Mbreti i Izraelit është Zoti midis teje, s'ke pse me ta druash të keqen. Jeruzalemit atë ditë do t'i thuhet, frik as pak mos ki. Sion, asësi të mos të mpakën duart. Në mesin tënd është Zoti hyjyt, trimb mbi trimba, shpëtimtar, do të galdoj për ty hareshëm, i përmalluar nga dashuria, do të kërcej për ty me gëzim, por si në ditë feste. Fjala e Zotit. Vizita jote, o Zot, në mbush me gëzim. Ja, zëri i të dashurit tim, që po vjen, po i kalon malet, pup po i shkapërcen kodrat. Vizita jote, o Zot, në mbush me gëzim. Ja, i dashurim po thot, qohu mi kesha ime, pëllumbesha ime, bukuroshja ime dhe eja, se tashme dimën i mbaroj, pushoj shiu edhe kaloj, qohu e dashura ime, bukuroshja ime dhe eja. Vizita jote, o Zot, në mbush me gëzim. Unë bulua toka me lule, e të kimit koha arriti, turtullit i ndihet dhe zëri në vendin ton, piku i endi kokorat e para, në lulëzim vreshtat po lëshojnë erë. Vizita jote, o Zot, në mbush me gëzim. Pëllumbesh në plasat e shkembit, në shpela qetash, ma dëfto fytyrën tënde, le të më tingëlloj në vesh zëri yt, se jembël është zëri yt, e fytyra jote e hieshme. Vizita jote, o Zot, në mbush me gëzim. Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore, me zërin e përshëndetjes, foshnja kërceu në krarorin e Elizabetës. Aleluja, 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 aleluja. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Lukës.
Ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në qytetin e Judes. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti posa Elizabeta dëgjoi përshëndetjen e Maris, i kërceu fushtën e krarorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shenjtë dhe përoriti me Zot të lartë. Je me bekuar se të gjitha gratë, i bekuar është fryti i krarorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vite ku nëna Zotit tim. Ja se posa zëri përshëndetje sate arritën e vesh të mi, poshta prej are kërceu në krarorin tim, e lumja ti që besove se të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atër Maria tha, shpirti me madhron Zotin, shpirti me hare i broret, ky ju shëlbusi tim. Sepse shikoj me pëlqim për shërptorën e vete për mujt, po që tani të gjitha brezitu të me quen të lumtur. Sepse pun të me dhabere për mua hy i gjithë pushtet që mi shajt e shtemri ti. Me shira ti brezimi për ata që ndrojnë. E të regoj fuqin e kraut e vet, i hodhi poshtë qëllimit e krenarve, i rëzoj princat për froneve të tyre, e i lartësoj të përmujtet. Me të mira i mbush ata që s'kishin që të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraeli shërptorit të vetë, duke sjellë në mend mëshirën si u pati premtuar etërve tanë, në dobit e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Maria mbeti me Elizabetën rreth 3 muaj e atëherë u kthye në shtëpinë e vet. Fjala e Zotit. Dashur vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Radio Maris, që disa fjalë pikërisht për lutjen, sepse këtë promovim që po e bëjmë për librin Zemra që lutet e ka për qëllim që edhe këto festa që i festojmë duke u lutur, por duke u lutur mirë dhe me zemër. Ai që lutet me zemër, mund të themi ai lutet mirë. Sigurisht që jeta na sjell nganjëherë shumë vështirësi, edhe na shkon mendja, ka problemet, ka shqetësimet, ka heardhmja. Kjo është detyra e mendjes, e kokës. E nëse e harrojmë zemrën, atëherë na merr era, ashtu me thonë, edhe na kalamendin ngjarjet, por edhe mund na kalamendin edhe disa dëshira tona, teka tona, që janë të afat shkurtra, sepse jetojmë në një botë ku theksohet shumë, shfrytëzoje momentin me njëherë, kënaqu tasht me njëherë, edhe nuk mendojmë ose nuk blujmë me mene me zemër ato. Por thjesht është ai principi, sa më shumë kënaqësi, sa më pak kënaqësi, nuk pyesim a është e dobishme ajo. Ne e dim që në jetën tonë ka gjëra shumë dobishme, po që janë të pakëndshme, apo jo. Ka shumë punë që janë shumë vështira, por që e dim që është e dobishme e që i bajmë. Shifini se si brenda nesh ekziston një lloj betejë, se si kujt ti kushtoj vëmendje më shumë, ose si të marr vendime. Prandaj zemra është ajo qendra që duhet me lidh edhe këto instinktet tona, tekat tona, kënaqësitë tona që në vetvete nuk janë të këqija, po munden mu bë të këqija nëse nuk pyetet zemra. Se zemra thot, a është kjo e mirë? A është ndoshta e keqe? Ti mund t'je mirë, po nuk të çon ka rruga e Zotit. Pra, ka diçka brenda nesh që nuk ka moral. E këtu janë ato instinktet ose ato ndjesitë tona që kryesisht i lidhin me emocione. Prandaj edhe në lutje duhet me pas kujdes që me kyç zemrën. Se nëse e kyçim vetëm atë çka më pëlqen apo çka nuk më pëlqen, mundemi me qëndru zbrast. Dhe kjo është përvoja e qindra, mira, mos them miliona njerëzve që sado që e mushin veten e grumbullojnë, si me thonë,
me knatësitë përkohshme, mbesin zbrast. Jeta nuk ka kuptim. Pse? Sepse jemi të krijuar për Zotin. Kjo është. Prandaj njeriu e gjen paqen kur i kthehet zemrës. Po, njeri mendon, njeri planifikon, blun me mend që themi ne, gjitha kjo është në rregull, por është momenti me pyet zemrën. Jo vetëm apo përfitoj, sepse jetojmë në një botë ku profiti është shumë i theksuar. Edhe njeriu më njerë fillon mu friksu, mos ndoshta s'po përfitoj. Shifë se si ky shpirt nuk është shpirti i Zotit. Shpirti i Zotit qetëson, shpirti i Zotit të plotëson. Edhe nëse se ke ndonjë gjë, qoftë edhe shpirtërore, nëse se ke, nuk të dëshpëron, sepse e ke praninë e Zotit. Paqen që themi ne. Paqja nuk është një lloj rahatie ku s'ndodh kurrë. Paqja është prania e Zotit. Prandaj kemi, si dikush që është Nën Tereza, që në ato rrethana, ajo është e lumtur. Jo që e ka lehtë, por është e lumtur se e ka mush zemrën me praninë e Zotit. E dhash Zoti që vërtet edhe me këtë libër që po e promovojmë, më na dhon zemër më shumë. Të paktën me kujtu, prit se ndoshta e kum harru zemrën. Ndoshta jam shumë i preokupuar tu menu, tu planifiku, tu shqetësu. Ato janë mendime. Nuk do të thotë që janë realitet, nuk do të thotë që do të me pa tjetër me shku mas tëne. Se mendja e ka këtë detyrë, ashtu me thonë, këtë mision. Shifeni se si ne njerëzit jemi shumë dimensional. Prandaj edhe nuk është mu çudit që një gjë e dojmë, po se bajmë. Një gjë se dojmë, po e bajmë. Mrena nesh është një lloj çarje, një lloj prishje e ekuilibrit, është pasojë mëkatit të rrjedhshëm. Por në fillim Zoti e ka krijuar njeriu me mend, me zemër, me ndjenja, këtë këto janë të mira nëse janë harmoni. Nëse ne fokusohemi vetëm mendje, ju e dini çka ndodh. Atëherë është një konfuzion, kalamendemi, apo jo. Nëse fokusohemi vetëm në emocione, vjen një moment, një sakrificë, nuk më pëlqen, dhe fillojmë ndoshta edhe mu tërbue, mu zemrue. Pra, mos ta lejojmë veten që ta bazojmë krejt jetën këto dy dimensione, por ta kyçim zemrën. Sigurisht që guxojmë edhe mu zemru, guxojmë me shpreh ndjenjat tona, Zoti na ka dhënë ato janë këtë mira, vetëm që çështja është me bërë rregull brenda vetes, në zemrën tonë. Që me pyet jo vetëm çështjen e kënaqësisë apo pa kënaqësisë, por me pyet edhe me mend, po ku po më çon kjo? A është kjo e vlefshme? A është kjo e dobishme? Kto e bën mendja, pra e kyçi mendjen. Jo thjesht, domethënë vetëm me reagu, se nëse vetëm reagojmë diçka, atëherë reagojmë me instinkte, me emocione, ne e dim familje se sa e rënd mund më bëhe atmosfera në familje për shkak se nuk kemi vepru me zemër. Vetëm me pasprit pak, si me thonë një fjalë që ta ka thonë dikush ose një gjest, vetëm me paskyç mendjen e zemrën, sigurisht kishe me vepru ndryshe. Po ne kryesisht shpërthejmë, reagojmë aty për aty, e ma voni i bim pishman, thëmë, ja, s'është mirë, kom gabu. Por falenderojmë Zotin që na ka lënë edhe rrëfimin, na ka lënë edhe pendimin, që mu pjek shpirtërisht, me pa se çka ma bje paqen mua. Shihe veten, pyete veten, çka tu ma plotësu shpirtin. Zoti ka me tregue, zemra ka me tregue, nëpërmjet zemrës, nëpërmjet ndërgjegjes. Te zemra, kur themi zemra, aty është edhe ndërgjegja, ajo është shejtëria, shejtëroria e jon, tempulli i shpirtit shenjtë. E prej kësaj qendre dumi me vepru pastaj. E dhash Zoti që gradualisht edhe me mesht, me takimet tona, me shtektimet tona, tu i fesu dhe sakramentet e shenjta, me përjetu pikrisht këtë harmoni. Që mos më bo edhe armik i vetë vetës, si me thonë se Zoti në ka lanë edhe emocionet, gjitha ato janë të mira,
edhe mendjen, por të mësohemi të bëjmë rregull, të bëjmë një harmoni brenda vetës, e atëherë vërtet kemi me përjetue, Zoti qenë ka me ne, Zoti do më na bekue, Zoti do më na udhëheq, qoftë edhe nëse nuk largohen me njëherë këtë problemet, edhe nuk është çështja që me njëherë mu zgjidh këtë problemet. Çështja është me përjetu që Zoti qenë ka me mu, Zoti është tu ecë me mu dhe dëshiron bashk me punue në shejtrimin ton. Amen, qof levdu e Jezu Krishti. Ti gjithë frimi, falje si sa dhe jo ofrove, i veti gjokës, unetur vetona, kjo që t'jeku ka jetëson, bekuje Lutuni o vëllezër e motra që flija ime dhe juaja të dale pëlqyeshme para hyjit të Atit gjithë kushteqshëm. Zote i prano flim për duarve të tua, aja zonë dhe të atit të emrit e ti, si edhe për dobiton, e të mbar kishës e si të shëjt. Të pëlqeft o Zot flija shpëtimtare që po ta kushtojmë, ashtu si të pëlqeu dashuria e Shën Maris, nënës së birit tënd, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin të Të lartësojmë zemrat, që kelit e Zotit, të falenderojmë Zotin hyn tonë. është punë e dhejnë dhe e drejtë. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë është detyra jonë dhe burim shpëtimi me të dëshmuar se je i mrekullueshëm o Zot në nderimin e gjithë shenjtërve, por sidomos në përkujtimin e Shën Marisë Virgjën. Madhërojmë bujarin tënde me këngën e saj të falenderimit. Për një mend bëre veprat madhërueshme deri në skajin e botës dhe e përhape në shekujt e shekujve bujarin e mëshirës sate, kur shikove me pëlqim mbi përvujtrin e shërtorës sate e në për të na dhe autorin e shëlbimit njerëzve, birin tënd, Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të e adhurojnë madhrin tënd dhe fuqit angjëllore që përamshim galdojnë në pranin e ftyrës sate. Me ta po të lutemi bëj të marrin pjesë dhe zërat tanë që të shoqëruar në galdim po themi. Zoti hyri që të sis, qiele e toka janë plot me nadin tënde, posa në nëtësi qëllore, bekuar që vjen me emrin të Zotit, posa në nëtësi qëllore. Me të vërtet je shenjt, o Zot, burim i çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoi, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim.
Misteri i fesë. Ku për vdekjet tënde, o Zot, shpallën gjallën tënde dhe presim marrën tënde me luturi. Prandaj o Zot, duke e përkujtu vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjatë në Krishtit. Le të vjen mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës për sosën e dashuri, bashkë me Papën të Leonin, me peshvi tanë, Beatin e Dodën dhe me gjithë klerin tënde. Le të vjen mend edhe për vëllezërit tanë e motra tona, të cilët pushuar me shpresën ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë dhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Virgjër Hylince, me Shënjë Jozefin fatën e saj, me shenjtrit apostëve e me të gjithë shenjtrit, me shenjtën nanën tonë Tereze e me të lumtrit martiretan, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofsh do ndere lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitur nga urdhri shëlbuesit dhe si pas mësimit të Tij hynor, marrim guxim të themi. Ati hynë që jeme qërë, u shëjtë rof emri, agretëria jote, u bëvunesa jote, si në qërë, ashtu në do, duke tonë të përdiqë, na e jekëson, na i falje tona, si i falim ne ajtore taj, e mos na e përbim në të dim, por na liron nga i keqi. Na liro po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë Tënde, na jep paqe në ditët tona, e në sajë të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishti. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Mos e shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate. Jepi asaj, sipas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Krishtit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. O që që hyjët, Ti që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenë që i hyrë, ti që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenë që i hyrë, ti që shlyen mëkatet e botës, jep në ne. Ja, qenë që i hyjit, ja aj që shlyen mëkatet e botës, lumë ata që të krishur për gostin e qenëgji. o Zot, të dukjom i dej, që të matë jesë të rejëtën tëndë, por të e një fjallë të vetëm, por shpirti im të të qasë.
Ja, vëllezër e motra, jemi para përfundimet meshës, mesha gjithë në një muftë. Falenderojmë Zotin për këtë moment, shenjt, në përfundim të mujit maj, që ja kemi kushtue këtë ditë, e këtë moment, zojës e bekuar, e cila na ka përcjell gjatë këtij muji, që ka qenë kushtuar zojës e bekuar dhe pikërisht kemi dashur në këtë kish me kremtue këtë me shenjte, e me falendru zojën e bekuar, e cila nuk na përcjell vetëm gjatë mujit, por këtë jetën tonë, sepse është një nanë e cila ka zemër për të gjithë bijtë e bijat e veta. Në veçanti, kur ne lutemi, kur ne kushtohemi, sepse ajo është nana e gjithë njerëzimit. E falenderojmë Zotin për këtë moment, e po ashtu edhe kemi dashur që me një mënyrë me zgjanue këtë moment gëzimi, me praninë e dënshtjefit që ja kom thirr, me ardhë, me kremtu meshën, më na fol për librin që ka dalë prej Radio Maris, libri i lutjes, që është një Bibël, thejmë ashtu, një Bibël e vogël, me shumë gjana që e begaton jetën tonë. Kemi aq shumë nevojë me lutë, kemi aq shumë nevojë me kushtu Zotit. Nëse jemi rastisht shqetësuar, të stresuar, e qelim librin dhe e gjajmë, cilën do faqe që e qelmi, aty është një porosi që Zotit ta jep. Cilën do? Qile, ku do? 150, 200, 23, 32, lënca e qatë pjesë. Edhe të tani zhvetën që pikrisht në të fletë dënë Zotit mi folë zemrës tënde. Kjo është një dhuratë që neve na jep Radio Maria. Por edhe ne pra jap një dhuratë Radio Maris me mjetët tona, sepse ajo ka nevojë që ta mbështesim. Për atë arsye do mbështefni ata që nuk është një çmim. Por çmimi është dhurata që ne i japim vetë, sepse këta na bëjnë dhuratë neve si besimtarë dhe ne i bëjmë dhuratë me mjetët tona, Radio Maris që zani saj më përhap në gjitha anët e botës. Dhe kjo një gjë e bukur dhe dëshiroj me këtë rast mi përshëndet edhe gjithë ata që na përcjellën nëpërmes Radio Maris dhe kjo na bën të lumtur që jemi të bashkuar sepse i përcjellin ngjarje që ndodhin sot në Letnicë ka qenë përfundimi pashtu i mujit maj që ka qenë i peshë me gjithë peshtarët, me mija njerëz që kanë kremtuar me shënshajtë, që janë lutë të Zoja Cërnagore, e na që kemi mujt me shku të Zoja Cërnagore, kemi ardhur të Zoja këtu, draj Brunën, sepse është e njëjta Zoj, është e njëjta nanë qellore që neve na përcjell, na ruan e na udhëheq. Sa për ditën e nesër është festa e Rinisë Shenjte, meshën e kemi në Frauenfeld në orën 13 dhe aty është edhe kungimi i parë i fëmijëve që janë përgatitur në misionin tonë. Në mramje atëherë nesër kemi me shku në Vilen, është një trupore e Zojës së bekuar, Zojës Lurdit, e nisja bëhet prej misionit në ora 6 mramje. Kush do me ardh, është mirë që ta bëjmë shtektim deri në Vilen atje, te truporia e Zojës dhe edhe një herë ta falenderojmë Zojën e bekuar. Dashur vëllezër motra, krejt punë mi pas, pare, shtëpia, mjete, çdo gjë mund ta kemi.
Nëse nuk e kemi Zotin në zemrat tona, nëse nuk e kemi lidhjen tonë me Zotin, s'kemi asgjë. S'kemi asgjë. Për atë arsye nuk kam mirë morrajt, por aq sa na jepet mundësi. Takohemi me Zotin, takohemi me zvete, t'i lutemi Zotit. Dhe do të shohim se si do të ndryshon jeta jonë. Me të gjitha do të forcohet jeta jonë. Sepse rrethonat na bojnë që ndoshta sigurisht se e përmendin të shtifni, ne jemi keq, por ai që është me Zotin, Zoti atë nuk e praktikis, por e mbështet, e forcon, e ngushton, e ndihmon, sepse Zoti të do ty, Zoti më do mua, Zoti na do të gjithëve. Me të gjitha, Zoja e bekuar që është nana e gjithë njerëzimit, e nana jonë qellore. Ju uroj për ta keni një mbrëmje të mirë, të ruan e të bekojnë Zoti. Të lutemi. Të përtritur me korpin e me gjakun e fjalës sate të mishruar, po të lutemi o Zot që këto mistere hynore që me gëzimi kemi marrë në festën e Shën Marisë Virgjën, të na bëjnë pjesë tanë të hyjnisë së Birit tënd, që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Në përmbyllje falenderoj nga zemra që marrët pjesë këtë meshajte. Pra, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju kujtoj pra që këtë libër që kemi botuar, që keni kërkuar, mund ta gjeni këtu edhe në Misionin Katolik Shqiptar në Sirnah. Qoftë nëpërmjet ju që jeni ndoshta pak larg, përpiqeni nëpërmjet të afërmëve tuaj ta porositni, sepse për fat keq ne nuk i kemi mundësinë që t'ju dërgojmë me post, por besoj që do ta gjeni një mënyrë që të pasuroheni me këtë libër. E ju falenderoj nga zemra për kontributet tuaja. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft, ju ruaj hyjë të pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Me shënënimoft të shkojmë e të jetojmë në pace. Falenderojmë ty. Vetëm ty të përulem, vetëm ty do zoj çdo gjë, do të duam me gjithë zemër, si Maria.